Që kryeministri të mos reagojë ndaj protestës është njësoj si kur të bësh se nuk ka hyrë elefantin dhomë, kur ai ka futur feckën në frigorifer dhe po ushqehet. Po ai si artist që është noton ende në ca re imagjinare dhe fantazi. Por tani është momenti që të zgjohet dhe të shikojë realitetin. Patjetër që ai u amori zemrën dhe pëlqimin e shumicës shqiptarëve, me karizmën, energjinë, elokuencën, nismat e para, fushatën breslënse, dhe këtë mendim ka pas edhe unë vetë. Megjithatë, ai e njeh edhe disfatën, pasi Luli i vogël e përzuri nga bashkia me vetëm 80 vota më shumë, si të ishte kjo një shenjë apo simbolik se ai vlen pothuajsa Luli i vogël. Megjithatë, duke ardhur në realitet do të thosha se kjo protestë e këtyre ditëve i ka lënë pas fushatat e rënda të pozitës së dikushme, kur ankoheshin se tepsia kishte shumë lugë dhe se atij nuk i ngelej gjë. Por sot që tepsinë e ka vetëm për vete, mund t'i duket e pamundur dhe jashtë çdo imagjinate që flamingot dhe pelikanët t'i bëjnë kashillok si Luli i vogël. Se të ngelesh pa karrike në një lojë karrikesh, pranohet si humbje loje apo humbje strategjie, por të zbresin nga kali me shalë ca flamingo është e paperceptueshme për të. Edhe ai thot se kjo nuk ka ndodhur se një mëngjes u zgjua bota e alarmuar për fatin e flamingove, kur pak vite më përpara gjuheshin barbarisht prej tyre, por nga algoritmi i lajkeve të internetit. Këtë fat gjithsesi e vendosin këto ditë të nxehta vere dhe sezoni turistik. Ai gjithsesi ngelet një figurë shumë komplekse, që u prezantua si kryeministër me mjekër të bardhë, si babai i kombit Ismail Qemali, me fjalën e kuruar të Fanolit, me diktatin Enver Hoxhës, me mbiemër emrin e Ramiz Alis, si pasardhës ideologjik i Nanos dhe shok shumë i ngushtë me Saliun dhe Ilirin apo Lulin. Por një fakt tjetër është që oligarkët, po dhe liderët politik që janë bërë pothuajse oligark, që duan të kontrollojnë botën, nuk e kanë kuptuar se teknologjia e lajkeve punon për popullin. Megjithatë, në fund lind edhe pyetja, a do ta shikojmë të paktën finalen e botrorit të qetë dhe pa protesta? A ka ndonjë gjë për t'u festuar? Një gjë është e dukshme dhe e qartë, se protesta dhe flamingot e nartës po i marrin popularitetin kampionatit botëror. Faleminderit.